Thash se po mërzitër, se erdhi mjeku edhe i tha ke 3 ditë jetë. Edhe janisi lotët mi dalë, si kur mu tani zemër shpirt mrenda. Po jo që në këto lote për mu viktimizu. Për këto e lote të aman shpirtit, të vuajtje, edhe të mërzis. Edhe tha, nuk jam të mërzit, tha, që të vdes. Se ti din, tha, që jam siguri. Tha, ti e bashk, ai të aman dëshmitar, kur më kanë reje, më kanë marë policë, mi tha me emra, Markovici, Trajko, kreta ta. Tha, po, diçka tha, po vjen shumë zorë, tha, nuk e dija e kanë shi shpijen, baba, baca edhe ina. Po ta shina shkëtu, tha harova, po tha baca vetë atje që 2 muj, nuk e di, tha, kur do të vinë njerëz për pamje, tha. Tha, nuk e di, do të gjerë shpijen e pastër. Pak për se me dek të baj dërë, po, vallahi. Edhe tjetër shka. Lap, dush më koni fort, dush më punu për fëmijë, jeta vazhdon. Për këtë do t'im rënda. Edhe janë edhe organet shtetërorët, më thënë, janë në DNI, padia është ngritur. Edhe dyta send më tha, do të publiku me më kuptu, me më dëgju, jo me më gjiku. E tani me më gjiku. Edhe me më kritiku. Sepse, ku nuk dëgjojnë deri refimin, deri fund, dalë shumë keq. Edhe më tha kështu. Tha, nuk kam rritu mi rregullu, tha 2 djemë me shpijen. Thash, mos haro, edhe mos baj dert për këtë gjë, se unë e ku më ta kryj, edhe për mu, edhe për djalin tjetër. Ta më hajë besën, po. Edhe komplet tokë tani, preku shive, i kum bot 2 shtëpia, po një shoku për 20.000 euro më ka qitë kurth edhe më ka marrë shtëpinë mas. Ta ka marrë shtëpinë? Po, më ka marrë shtëpinë 300.000 euro. Edhe tash janë organet shtetërore. Jeni në gjyq? Aja ka, nuk e di, nuk u të me folë ma shumë, sepse... S'mu më është për folë? Po, ato e din organet... Ty edhe me investimet që i bone këtu në Makresh, njëherë ja dha shumë hap 160 shtëpia, këtë VIP të ble edhe mandej dhe shka u rotullu puna, shka ndodhi? Jo, falni për këto që emocionova pak, sepse nuk e bëra për me viktimizu vetën, po... Kuptoj, ma beti vetë është... Ku po prek babën, une, prandaj jam shumë emocionum. Dhe vetëm ata që se kam babën, kam me më kuptu mu. Jo ona ka qenë dhe hështë, më thonë jo ona kësaj lagjës, është shumë e bukur, shumë mirë. Sigurisht që ne s'kemi ditë qysh ecë me letra këto gjana, tani me ku jena mësu. Edhe pronar jam vetëm unë, nuk ka pronar tjetër. Tash do të niset projekti tjetër Femi Ramadani, nër Allegro. Do më thonë është pjesa e Allegros, kurse aty kanë shumë klientët, jo borgjë, po obligime kur ta